I hyra një meditimi të madh dhe për të gjetur siç kërkojnë shumë njerëz Zotin. Dhe dini çfarë ishte Zoti? Zoti ishte roba jon. Zoti ka ardhur në tokë kur roba jon u shpik, lëkura e dashit. Ajo ndes sensorët e trupit tërë ditën e ditës dhe jep ndjesi. E nga ndjesia ne jemi aktiv të ditën, sensorët e imunitetit janë aktiv të ditën. Dhe kur ne i quajmë si pjesë të trupit ose japim ndjenjë të madhe, na jep ëndër ditore. E kjo ëndër ditore na jep një shqetësim ai roba, na jep një ëndër të truri kontrolli i trurit, jo ëndër, kontrolli i trurit. Që del të shoj, tha qa është, apo është prik, apo e mirë apo e keqe, është siguria e trupit tonë. Dhe ndodh që kur na ndodh kjo, t'jenë njerëz në prani. Dhe e shojnë edhe tjerë që kapen nga ajo pamje. Dhe ky rjeti nga të ruar nga ky shkak, është krijuar një network, një rjet i madh, ose një internet, ose një rjet i brendshëm. Dhe ne sot të e quajmë Perëndi ose Zot, ose qa mund ta quani. Ky rjeti që është ngatëruar gjithë nga roba e trupit që na jep shqetësimin normal. Njeriu duhet që të ndjejë deri në lëkurën e vet dhe ta lejë robën të godasë e t'japi ndjesitë siç duhet, jo ta ndjejë robën si pjesë trupi, të cilën bllokon trupin të ndjejë se ç'a goditjesh jep dhe të shmangë atë sigurinë e trupit që jep ëndër ditore për të parë rrezikun e mundshëm. Kështu që Zoti ishte gjithë rreziku i mundshëm që shikon truri dhe ka ngatëruar gjithë botën nga ne mban dhe ka dalë ky rjet që ne sot e quajmë Zot ose Perëndi, që i flasim në meditim apo që dëgjojmë në një na flasi në një ëndër ose në një njeri apo të kemi në një të folur të shkurtër nga vetja. Ju faleminderit, kjo është e gjitha çfarë ishte Zoti.